Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar se sektori për punë të brendshme në Kërçov ka ngritur kallëzim penal kundër kryetarit të komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, për shkak të ekzistimit të dyshimeve për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në njoftim, potencohet se ai angazhoi avokat në mënyrë të paligjshme dhe dëmtoi buxhetin e komunës me gati 4 milion denar, me qëllim për të përfituar dobi pasurore të paligjshme. Në këtë mënyrë, akuzuari ka keqpërdorur detyrën zyrtare të tij, ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, ligjit për veçeverisje lokale, ligjit për prokurime publike, ka shkelur dispozitat e ligjit për procedurën civile, rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës, me që rast u ka mundësuar avokatëve në dëm të buxhetit të komunës së Kërçovës të përfitojnë dobi pasurore të paligjshme prej 3.938.420 milion denar, ose rreth 64.000 euro. Tutje në njoftimin e MPB-s sqarohet se në periudhën që nga viti 2017 deri në vitin 2024, ai në cilësinë e kryetarit të komunës së Kërçovës, në mënyrë të paligjshme, ka lidhur disa kontrata për kryerjen e shërbimeve ligjore me avokat nga Kërçova. Megjithse brenda komunës së Kërçovës ekziston sektor për çështje ligjore, megjithse 37 të punësuar, të cilët kanë të drejtë ta përfaqësojnë komunën para gjykatave në vend.